E para duhet me ushtu 2100 kontenjerë në Prishtinë, po përpos 2100 kontenjerëve duhet me ushtu edhe duhet me u bo dikun 58-60 kamion, që për momentin Prishtina i ka 16 kamion të pastërimit që e mbulojnë këtë Prishtinën, e që jashtëzakonisht pak, pra tregon gjendjen çfarë kemi ne. Ka shumë lagje, shumë shtëpi, shumë rrughica të cilat fare nuk kanë kontenjer. E mos flasim që mandej dhe rrugëve nuk ke shporta xhepit domon për udhën e mbeturinave që i prodhojmë gjatë jetës tonë, gjatë lëvizjes tonë e kështu me radhë. Pra duhet të ketë një sistem menaxherial që operon dhe që Prishtina të jetë e pasur 24/7. Për këtë, si dhe për riciklimin e për gjitha këto pjesë tjera, është një projekt me KfW në Gjermane, e cila ka ndarë 20 milion euro, dhe të cilat janë, si me thonë, në përfundim. Presim vetëm komunën që tjetë më aktive, që ato me u fillu me u lshu në përdërim dhe në investim, si dhe ka një grant 50 milion euro, i cili vije më pastaj që i ndihmon gjithë kësaj teknologjisë tjetër, që nga riciklimi e të tjera mënyrën që sepse ne kemi mbetur vetëm në mbledhjen e mbeturinave. Domethënë problemin e kemi në atë fazën të parë, që është mbledhja e mbeturinave, ne ende nuk po flasim asgjë për trajtimin e tyre, riciklimin apo ripërdorimin e tyre. Kështu që ideja e këtij projekti është që i gjithë zinxhiri që ka të bëjë, pra që është menaxhimi i mbeturinave, jo vetëm mbledhja, pra i gjithë menaxhimi të jetë diçka që kështu bëhet Prishtina e pastër, si dhe angazhohemi në agjendën e gjelbërt, në agjendën e riciklimit edhe se kushteve ku ne do të një përshtat një kontinenti ku jetojme, që e dim që agjenda e gjelbërt është e rëndësishme për jetën e qytetarëve.